Po do më vazhdu pak me se ju edhe ti edhe Angeli metet pak anash. Flasim pak edhe për Ronaldon. Për diri sa Messi shkëlqeu, më pas erdhi ajo performanca e Ronaldos që sipas atyre që pritën, la për të dëshiruar, më pas edhe shumë për probleme për cilën e vazhdim, ep një mendim për Ronaldon. Po ka pasur shumë reagime. Reagime, po. Para se me full për Ronaldon, na një mikrofonit zuzit se... Ama nëllë bojën, kur që s'kanë bu? Po, unë mendoj që e tha dhe Beni ma herët, Ronaldo dhe Messi absolutisht kanë ma shumë se 2 dekada që e kanë zbukuru, e kanë bo matë ma gjeshëm këtë sport, edhe ka qenë fatë për neve tifozëve të futbolit, që e kemi shiju, do më thonë, gjithë këtë aventur të këti sporti me këta 2 legjenda. Gora mes këtyne 2 futbolistëve që ka qenë të kaluaren edhe sa të 2 kanë qenë në Europë, mendoj që është gora me bukur prej kohës, normalisht që unë këshyri futbol nuk diskutohet, po mendoj që edhe sipas analizave që janë bo, ndoshta edhe prej gjitha kurave, prej kur është zhvillu futbolli. Tashme të 2 e kanë një moshë caktune edhe normalisht që nuk janë në të gjitha aspektet në nivellet më të larta, por me gjithatë prapë është fat me i po të 2. Ronaldo Ronaldo nuk e ka pas shkelqimin e duhur, do më thonë në atë ndeshje dhe përveç kësoj, mendoj që tek Portugalia tashme nuk do ta ketë shkelqimin edhe në ndeshjet pasuese. Apo i pengon Ronaldo Portugalisë, apo do me thonë këta? Është një farë... A lunë Portugalia ma mirë pa Ronaldo? Leadershipi Ronaldo që ka qenë... është tem këto ditë. Jo, është kena që ka më tut në me thonë këtë, leadershipi që e ka posë Ronaldo ndër vitet tek Portugalia nuk kontestohet fare, do më thonë është jashtëzakonshëm, megjithatë, mendoj që në bazë deklarotave që i kanë posë futbollistët pas asaj ndeshje, po i pengon Ronaldo atyre, për shkak se ata e kanë deklaruar publikisht, nëse e thot Joao Neves edhe Bruno Fernandes, unë nuk muja me kontestu deklarotat e ty, nëse unë e di ma mirë kush më pengon mu në një vend caktuar se sa ata. Po mendoj që pikërisht ata nuk po e dojnë Ronaldo në kombëtare edhe që kjo atmosfera që është prish tek Portugalia, mendoj që ka me ndiku shumë edhe në ndeshjet në vazhdim, edhe Portugalia nuk ka me arrit me pos rezultatet të mira në këtë botror. Po, mendoj që Ronaldo si Ronaldo, mendoj që meriton pak ma shumë respekt edhe prej bashkëlojtorëve ti edhe në veçanti prej tifozëve atje, për shkak se në kohën e fundit, ndoshta nuk e ka marrë respektin e dur. Edhe pse, mendoj që edhe në anën tjetër Ronaldo duhet me kuptu moshën e tij dhe mos me qenë shumë insistues, për shkak se edhe për trajnerin është vështirë me ul Ronaldo në bankë rezervë, por mos me qenë shumë insistues ndaj Shuran. Pak ka shumë. Ama kërkosh më shumë se Ronaldo nuk e do kupën e botës aty në Portugal. Kjo diskutohet, jo. Personale për Ronaldo Ronaldo. Ai pengon zotë ekipit portugalisë. Ronaldo edhe akuzon trajneri me Ronaldo. Kush mi pengon kur diçka në nivel kombëtar ti kishe me kupën e botës, s'ta se kuptoj. Edhe në këtë moshë, ky nuk e ka problem me lujt 90 minuta, nuk është problemi aty. Ky prej 90 minutave vjen. Jo, problem nuk ka me një kursu të pengo. Me liga tjera, nuk diskutot, por ka lujt 90 minuta. A i pengon Portugalisë. Prej kampionit, Arabis që u bo, fizik, Ronaldo, edhe vishti shka për të me një. E qa kordon dhe imponon Portugalit? Faktikisht ja imponon treneri informacionit. Nuk e kemi është ajo tema. Vetëm për Ronaldo në paraqitjen e tij te Portugalia. I shkon mirë, po menoj me fillu lojën, edhe nëse 45 minutat e parë tregojnë rezultat. Ronaldo duhet më aktivizu minutën e 80. Djali që mungon në zhveshtore, nuk ka rahati. O momenti që s'ka rahati aty në zhveshtore, që s'jo këtë si një, nuk ka kombëtare që ka polemika ma shumë se sa Portugalia në këtë botror. Po thamë bre, që të po Qysh mëret me kritiku? Që është këso hero është për Ronaldo, ka pos ma hero, ka mos Qysh mëret me kritiku një Joao Neves, ose Bruno Fernandes me thonë Ronaldo është problemi, ose Ronaldo është si gjithë tjerët. E patëm edhe me gazin. Këtu është lumë për fanel, për shtet, për kombëtare. Çka po bën Ronaldo, pra? Ronaldo është kërkujt shpihin punë. Po qysh morë shpihin punë njëri që të mas shumë? Ti nuk unë është me ditë ma mirë sa ata vetë këtë lojtarë që... është gabim që ose janë e veshët edhe Bruno Fernandes. është e pa kuptim dhe shumë e kriju ajo energjia aty mbrana. Ronaldo qka po jep? Do me thonë Messi po jep, 3 golla për Ronaldo mas pari... Nuk është problemi një lojës, është vazhdimësi e Ronaldos te Portugalia. Nëse
Veç dëshira e modhe, për punë e ka pru Ronaldo në kuashtu. Po duhet me kuptu një kohë kur vjen mosha. Edhe kjo është ja imponu lojën edhe trenerit. Edhe lejtarët që ka ndollë kundër Ronaldos e din që ka janë të hjek. Që po duhet me lujt me prish taktike në lojës e kejtë ose. A për pora. Luka Modric. Pe prish lojën Ronaldo që trajneri, no, da zë Se ka përfundu asë njerë fjallin. Mirë dhe, ti po thu Gjermania e fort. Tash edhe unë po thëmë Ronaldo i dë, prit. Tu kemi mendime të ndryshme, se cili ka mendimin e vetë. Edhe Cristiano Ronaldo të Portugalia nuk duhet me startu për fillim. Gabim i gaz vëllat. Se ekipet janë të pushushme. Ma mirë është mu aktivizu në minutën e 70 dhe 90, mujnë me jebë diçka ma shumë, edhe nëse është lejtori madhë, për 20 minuta e bën ndryshimin. Po kënë është në vend 70 minuta vend Ronaldos, Portugalia, shamë. Po shumë ma mirë lujnë pa Ronaldo në Portugalia, besëm. A din so probleme i ka shkaktu Mbappé Parisit. Momentin që u largu Mbappé, Parisi i ka 2 Champions Liga. Ku është Real Madrid? është relevante. Jo, së është relevante, kjo është sen që duket. Nëse na dojna me mu pajtu... Portugalia, unë mendoj që pikrisht është bo për shkak të shqynit fundit për shkak të deklarotave. Krejtësisht situata tek Portugalia është për shkak të Ronaldos. Po, të më deklarota të granit gjokës... Edhe kampionatin evropian, Gjermoni kam pos probleme me Ronaldo. Qka granit gjoka që deklarota? Ju ka, më falni, deklarativisht fa, dojtarë që kanë hy si rezervista, nuk kanë lujt qka ju ka thonë trajneri, edhe ka ndosh me qenë one man show, edhe së bo kur gjoj madhe. Pas Joao Neves be adit që ka po preket, kushe ka po Kjo nuk Portugali. ka të bëj Angel me emnin e Ronaldos si individ. Në se cilin komptare. Është një profili i Ronaldos, i Mesit. Ka edhe imponim taktik të trajnerit, ka orientim taktik të lojës. Normal. Pesha e modë. Flasëm për Ronaldon, njëjtë flasëm edhe për Mesin të Argentinë. Pesha e tina ti determinon senet mbra. Argjimi tha forzit për jamodin, kush është Ronaldo e Messi? Pas dorë të hekur që shpomenojnë ana, si kur daj një futbolistit rëndam, do të me konë alamet selektor. A din që edhe kundërshtari, jo, e orienton aspektin taktik trenerit, ku Howard që duhet me po vetë. Qes mëre të vynë, mëre me pas një kip, mëre, po një momenti ti e bën diferencë, no, vla. E para, Next difference, o gjithë. që të regojnë pse? E para parametrat, Se dalin lojtarët në atë mënyrë me asiloj deklaratash. E para, Ulpion, parametrat fiziki ko haja. I ka nivelin më të naltë. është profesionist i vërtet, nuk ka asë një shenjë që parametrat fiziki ka në ramje. Dhe kjo ta determinon. Pjesa tjetër, është epokë mbyllësh, sa është i përgatitur kjo për futbol. Dhe 1.000 golla gati i ka jep Napolin. Respekt. Edhe futbolli i ndajnë rrugë. Që ka fitu. Edhe futbolli i ndajnë rrugë. Veç kur parametrat fizik binë. Në Spanjë, mos me kon Ronaldo, Messi Ronaldo me futboll. Mos me pas shku Ronaldo prej Premier Ligës në Spanjë. Kur nuk kishë egzistu që kë rivaliteti Messi-Ronaldo. Kur? Prej Anglisë, prej Manchesterit, ose Arsenal, ku do që kishë shku? Jo, se i kishë romu taku një herë vjetë në ashtë Champions League ose hesh. Ku do që ka shku? është garus. Edhe këta e në futbolist, ishë futbolist e din që ka do me thonë me ndru, sot do ku do prej Ferizojt në Prishtin, a prej Prishtinës Malishef me shku, është problem. Do ambient që ndruhet është trupin e artë. Tani, a ka ma shumë Messi? Ka ma shumë njësa. Sekret publik është Ronaldo dhe Messi, ka 4 kampionate që janë futbolistë dhe gjysë trener në ekip. A se keni po sjelljet e Mesit nda ekipit? Ronaldo, ose a dini që Ronaldo kur u ndrojkin të kalume për Portugalin i bëjkin ndrime? Edhe i lëndu edhe i bëjkin ndrime. Esha aty në Më intereson pse sot dalin lojtarët, përderisa e kanë një lojtar të peshës Ronaldo, se kanë edhe dalin publikisht e thonë në atë mënyrë se ajo e prisha nuk kanë respekt ndaj tij. Dalin portugez, dalin Ameriko Latin, dalin brazilian, se Gjerman kursin të dalë. Kjo si pas të jo është gabim. Branch me grupë, është gabim, ka disiplin branch. Se cila kombëtare ka polemika, atje nuk ju shku turist asnjë. Dikush për minutajën, dikush për skemen, dikush për vendosjen. Po i mojnë mranda
Ekipet profesionale i mojnë mërëndë. Trajneri Portugalis, Martinez, ka qenë selektori Belgjikës, gjeneratës më të mirë që ku dash me Artuel, Anglin me qetsu mërënda. O qetsu. Michel Prudhomet e më parë. Gjeneratë më të mirë, Belgjika nëse i kujtojtë ka qenë edhe FIFA e para, e rangume, po me këtë selektor kur gjë s'ka bo. Kanë të hongër, ajë trenerën Domën e zhveshjes edhe menagjimin. Aj është zëdhën si ekipit. Në këtë rast, Nuk me menagju kur treneri o maj vogël se Ronaldo. është me vogël. Prandaj Ronaldo Në është problem. Po ajo dhije që trajneri... Edhe s'mon është me krasu të nivelin e Gjermanisë me Portugalin. Edhe treneri Gjerman e ka morë femnën me veti në kupë votës që nuk lejohet. A ver, me shku të doktori, unë edhe ti. Unë e më shumë për parësisë. Edhe kjo është jashtë disciplinën. Regullat i bon komtarja vetë, si bon FIFA. S'po du me qenë banat, mena doktorin. Me shku unë edhe këtë e mjeku. Me u këshyrë, se s'po ndje mirë. Ma përparsi ka mund se këtë, se mu njohen. Qështu është edhe puna e Ronaldo se Mesit. Këta janë në ekipet veta natyrisht që kanë qka me thonë. Se jënë që 20 jetë, oja, alfa, omega e futbolin. Po të Portugalia është njeri me kuptu vetë, mos me onë qatë pik me hup respektin që e ke fitu ndër vite. Qka e ka thuhi, di ka lujtë Roja Mille për Kameruni 46 jetë. Po fjollë që po dolin për i kompit portugez është e hup respektin. Ajde bre, qyre, tjetër, kur ta fiton Portugalia, i me po që kur fa problemi që tjetër nuk morë. Zidane kalon karirën 34 vjeçar në top form. Pastaj ka posë edhe lojtar tjerë. A është Ronaldo, a është dashur që ndoshta ta... A ka ende për të dhënë? është djallë ambicios, është djallë që kërkon gjithmonë ma shumë, kur së bo vjetë kampioni i Arabis, këtë u tranu të dojnë menë shtu kojtë. Bu si vjetë. Ronaldo, deri si vjetë so e manë funde arriti, se është qësi tipi... I natin e ka be, i natin pas... Deshte mu i kuadru. Për me gjonë normale, veç me punë e ka bokë. Vesh pak. Po flosëm për Ronaldon si me full për nashta për një lojtor krejtësisht mesator, krejt lovdi historik, ja, po qës diskutuet, krejt lovdi historik natyrisht i takon Ronaldo, se dhe kjo s'dën e tha dhe lumnica aspekti historik edhe gjdo parametr tjetër i futbolit është në onën e ti edhe s'dën diskutim. Praktikisht, me gjitha të, situatat e kombëtarja duhet me u diskutu, edhe na jemi për qatë punë për me diskutu pëse s'ka rezultate Portugalia ose një kombëtore Një loje ka lujtë mëre, po s'mujnë nga mu. Të vjë ndeshje, ka ende po. Polemika, vëzët. Edhe Spanja 0-0 lujtë i loje me parave. Po dalime mes kësoj edhe tjetër është pëse Ronaldo nuk po arrin me bo ato që po e bën Mesit Argentina. E boni, sa herë s'ka bo Messi lojtë e para as një gol se ka jep. O jo sukseset. Po pëse s'po arrin me kriju që që të fry me mrena. Se nuk e ka Ronaldo respektin që e ka Messi. Kuptova unë shumë, qka po thot? Kjo është diskutim. Pse si pas juve? Pse nuk e ka Zuzi respektin Ronaldo që e ka Messi? Nuk do të thotë që nuk e ka, po qyre, Ronaldo... Nga jo qka po e shurim, gjithë kjo polemik. Pse specializon kërkush Messi? Paralelisht ju në rritë futbolist tjerë në aspekt cilësor. Sot në Francë, Mbappé, Solisej i folë pas një problem. është ba futbolist kulmor, është krasë butina. Në moment kur futbolist baraspeshohen me cilësi, vinë të rangu të njëjtë, ka polemika, ka debat, ka këndërshënje. Ama është edhe pjesa mediatike. Ky kur se ka i naf, ky ka... është kërkus... Nuk ngopet. I pangopur në futbol. Derisa e shë vjetën që mundet, unë jam i sigurt. Sigur ky mos mund me jep maksimumin që me ndonë që e jep, edhe unë jam i sigurt që mundet me jep. Edhe ndeshjen tjetër, nëse ka me qenë Portugalia që kritë kanë mendu, e bile, matematicienti, anglez, irlandez, që 4 kampionatet e fundit botore ja ka qëllu me numrat kanë emra, kanë fjale, kanë do me thonë, nuk e diskutoj, po aj e ka parapon të kalumën edhe Kozha Mirë ja ka qëllu. Së fundi Portugalin e ka po me Hollandën në finale, ku Portugalia hup. Tani, kjo është ajo që ka po aj. Po sa nalt shkon Portugalia, edhe me një ndeshje, ta shtip se dalin Fernandez dhe aj tjetri flasin natyrisht. Ekipin që e ka, do të me fitu kupën. Ronaldo e tregon një video. aktivimin e ti kur nuk fiton. Po, Zuc,
Zuzi, pak të shohim një video të lutem. A shohim një video ben me tregu këtë që përmendi Zuzi, që nuk gopët asnjë Ronaldo, është një ngjarje që ka ndodhur në botrorin e Katarit 2022 mes Ronaldos dhe Brunos, që shtyhen mes vete se cili e shënoi atë gol. Kjo tregon për shenjën e protagonizmit që kanë këto dy skuadra, shpesh këta futbollistë. Ishte një gol i diskutueshëm, do diskutu. Ta shohim një herë para se me diskutu, ta shohim Vidal. Ma shumë se be poshtë. Për Ronaldon. Kjo është ndërkohë e komentojmë natyrisht. Angel, e komentojmë këtë moment, ishte goli a e shënë Bruno apo Ronaldo, dhe Ronaldo nuk e pranon që se ka shënu këtë gol. Jo të regon se... Ka që mi u shkruj që ka të një Se me deviju muhabetin... So ka qenë rezultati shtu? So ka qenë rezultati? Ka qenë Portugalia duke fitu nëse nuk ka bëj. Po. Ama që kjo është shumë e devijume, se për shembull tash neve po na bë me kuptu ose me na imponu me nimin që Ronaldo ka kundër Bruno Fernandesit. Ky është veç tu e tregu që unë e kom prek topin e kom dhënë gol. Jo që më jam u nuk e ka prek. Goli ka qenë Bruno Fernandes. Mas pori. Ronaldo nuk e ka prek. Edhe jo shkruan Bruno. Vispak, nëse nuk po njihet, Vispak, kur po folni krejt që shtot nuk po njihet kërkosh, a bën me ran. Mas pori pe këshyr interesin personal. Jo be sa gasa ashtu, jo be gasa. Kë ka me FIFA nuk e ka pas me Bruno Fernandesin këtu. Po, ti do të mjë gëzu kur shënën edhe... Po që ka lidhje ku që ka dhona ki prek me fluka me qka? O Julpion, ti e kom vetë sportiste, edhe normal që ke pasë... Une kur luj për shtetin ta, mu së më intereson, a kom dhonë une kosh a kosh. A e kom dhonë une kosh. Retorte Portugalisë nuk intereson një Ronaldos. Të mjepët mu gola. A i po thot, une e kom dhonë. Shumë nga bemje. Qka është ma e rëndësishme më Ronaldo është në statistika, bre. Po pra. Kampionati Europian o botror nuk është çdo ditë me shënu gol sikur lig. Një gol ka vlerë atje. Po ma shumë vlerë një gol e Ronaldos, a me ro Portugalia. A ma shumë gola, a me fitu kupën. Ma shumë gola e Ronaldos. Ajo që kërkon politik nuk e amneston ato. Unë është i jep një vajt jep. Ajo kryon një frim të keqen skuadër. Ti e fiton kampionatin. Mirë, ajtë beni. Pa i to është me mu zëtrinajm. E Argentina, krejt sakrifikohen për Mesin. Kështu ka qenë botrorin 2022. Ashtu e fitun. Te Portugalia, asnjë nuk sakrifikohet për Cristiano. Sepse e keni po tendencat për të qenë protagonist të Bruno Fernandes sidomos. Tash edhe Vitinha edhe ky Neves. Sa ka ndonë në skenë, veç pak, anonimusa kanë qenë, para Ronaldos tentoj me çdo kusht me qenë element të rëndësishëm. Pra, te Portugalia nuk ka ekip homogen që shkohet e Argentina. Edhe kjo shihet prej aeroplanit. Do me thonë, shumë filozofik. A nuk mendojnë që respekti fitohet? Duhet mu e fituat, respekt që ka fitu Messi. Ta Portugezët jënë qasi race. A problemi është që ata jënë qasi race? Nuk e dojnë dë vetin, si na shqiptarët. Na se dojmë kërkon. Ja, Kosova e dojnë një Unë menoj që listën... A, shumë, u knashëm të udo. Lojtartë. Po flasë për futbol. Unë menoj që listën e përzgjedhjes Portugalisë e bon Ronaldo, kur të nërë me lujtë në kupë botës. Vispak Zuzi. Qysh pra pa e merë pro Bruno Fernandesi si ka punë të mirë kjo? A di qysh, pse se ka morë Cancelon në Evropian 2016. Se Ronaldo nuk ka full me Cancelon, edhe Cancelo u konë super form, nuk o orë me për të. Pas është edhe të Argentina që shtu Mesia që s'ka morë letar që si ka posë për mira, e dim shumë shpesh. Kjo nuk është arsye. Super form nuk ftuhet. Unë e menoj që pa Cristiano Ronaldo Portugalin tak qyrë dikush që. Jo, në të fiton Portugalia, që të merë kupën e botës, pa Ronaldo në këshyrin edhe shumë. Jo, dhe s'ta këshyrin. Ronaldo në fitoj 2 UEFA Nations League në kampionat evropian. Shikone edhe që të dhesh e lene. Mandeo Shia. Vispak. O djema, a ka bre mundësi me respektu njëni tjetërin? Gaz, a ka mundësi me respektu njëni tjetërin? Kërkush t'ju merë vesh kur gjo, kafe pina mas emisionit, bëni laf knaqë një që kërkush respektani njëni tjetërin se u bojlom që. Shkjo puna që nuk ka folë me ata dhe nuk e ka ftu. Mund me konë dëshirore, ide konspirative, mund e qka dush. Fakt është ajo. Profesionalizm, harroat s'pon. Fakt është ajo. Federata që shumë Portugalia, në komtarët që shumë Portugalia, ka futbolit në Evropë, ato binu i krejt. Kush është maj malë se Ronaldo në Portugali? A din ku bëhet që këtë diskutim? Jo që të kalzën të Runisa. Portugalisë. Që këtë diskutim? Angel Ronaldo, po u kry këtë diskutim, a din ku bëhet?
Ballkanë dhe deri në Shkup. Jo, pse se ka morë kancellën? Kallëzëm arsyen. Studje Gjermane me Po kallëzëm arsyen pse se orë kancellën? Kallëzëm ti pse se orë kancellën? Nuk e një profesionalizme. Super form ka qenë. Vot analiza kështu aver, dhe nuk jenë prej kampionatit botëror, e donaj se donaj. Lutna për që ata lumica për votën e të jo. Nga tjetër. Ballkanin. Po për bez zotit. Let's speak about football. Angel, Po. me zveti bre po falë një bre, këtë zuti po vojnë këni, më kallë. Një orë s'fola hes, tash Një adekuat. Mirë, Angel, për fund, ti po mendon që Ronaldo nuk po i pengon Portugalisë dhe a është favorite për ty Portugalia? Po, unë e menaj që Portugalia fiton si vetë kampionatin botror. Ke prognozu? Fiton po drorin për shkak shumë arsyeve, ekipin e ka matë mirin që ka pasë në njëherë që mojnë me. Është Ronaldo lideri i ekipit që unë menoj e ka trenin e fundit për me fitu kupën e botës edhe ka me dhonë gjithë shka nga vetja për me qu për shtetin e vetë, nuk e bon edhe për veti. Normal që edhe në aspektin individual është krenari që unë e kom arrit me fitu një Evropian, një botror, 2 UEFA Nations League. A mund me ndohë që jak mirët edhe Coca-Cola në Amerikë? A mund me ndohë që jak mirët edhe Coca-Cola në Amerikë? Jo, më dhe, hamburgeri, fyke e kola. Unë e pyetje po boj, tash nuk do më thonë që do mirë. Gjithsesi, Angeli edhe prognozat e tina janë të njoftne që Angeli ja huq me prognoza. Që 10 jetë e fundit ja huq. Cëllë është përmtimi nëse Ti ke pas buqet e të nga të Unë e mjekërën bile dhe flok ta me hekse se nëse spiton, okej. Fjallë të tuja, who gives a shit, brav, ti që... Do me thonë, Angeli ka mi hek flokët edhe mjekrën nëse nuk shpallet Portugalia kampion i botës. Kështu që kjo është një deklaratë e fundit.